O këtu... Ashtë me se drita? Në nivel janë me dritën, besoj. Edhe me thonë drejtën, liga jonë është më e fortë se liga Maqedonisë, kështu që i kësha dhonë përparësi dritës. Prof? Unë mendoj vetëm Levski është ekip më i fortë, kishte me qenë përballja më e vështirë, nuk kisha pas dëshirë me ra as Ignacia Rogozhinës, por të tjerët mundet me eliminu të gjithë dritë. Okej, a i kemi edhe të ligës së konferencës shpejt, Florian, nëse i kemi... Azerbajxhanit, po. Okej, tash do t'i kemi edhe të ligës së konferencës. Okej, janë ndarë në 2 grupe. Ballkani është më mirë e rënduar për shkak të pjesëmarrjes dhe koeficientit më të lartë, derisa Malisheva është në anën tjetër. Malisheva mund të ketë punë më të vështirë në raundin e parë kualifikues, derisa Ballkani luan me këtë pjesë. Nuk janë kjo prej kësaj tabelës parë dallimi i madh edhe të kësaj tabelës dytë, domethënë. Kjo është bërë nditja në bazë koeficientit, prof. Po në bazë koeficientit, por dallimi nuk është shumë i madh, si po i sheh edhe vetë. Okej. Ka ekipe të forta edhe në grupin e shtyllën e parë dhe të dytën, por dallimi nuk është i madh. Unë mendoj që ekipet tona këtu është Ballkani edhe Malisheva. Është interesant mi theksu për shembull cilat janë këtu ekipet forta që nuk bën me Astana është ekip i mirë. Ballkani, Ballkani i ka kundërshtar këtë kornizën e dytë këtë tabelën e dytë. Malisheva e ka të parën i bie. Tash t'ja kush nuk bën miro Ballkanit? Po. Ballkani s'bën miro Malisheva për shembull. Si bio? Interturku, për shembull. Interturku e Finlandës? Interturku e Finlandës bën miro. Nuk është ndaj. Vallai trener Beshfine ka luajtur me dritën këtu. Këtu skuadra më e fortë që Oknena Pianisi pej